Treti, ati të katërt ti e ke ndjek kështu, po? Ke 10 çfarë do të thonë, Po, mirë që si ke marrë dhe fjalët. Tani e sjell tu te i pesti. Më thonë një kopje shumë e mirë, e bukur, po je kopja. Po mirë. Je mirë, e bukur, po je kopja. Je edhe shumë inteligjent ama s'të mungon inteligjenca. Isha fati jot. Po. Shqyr. Jam fati jot. Edhe unë nuk është se jam jo grateful që e ndaj shtëpinë me ty. Unë jashtë aty të pi cigare. Dhe hajtë futëm Big Brother. Biles jam me shumë fat që s'kam parë asnjë edicion. Hajtë futëm Big Brother. Si? Fakti që po mi përmend të gjitha ti çfarë pas ke parë. Po. Ai po bën lidhjen një pas ke parë, jo si pas kam parë. E kam parë situata që kam bërë buj normal që kam parë. Të ulem me ta ndjek gjithë edicionin se kam bërë. Situatën tënde? Si? Atë që të drash unë? Kë? Atë situatën që të kam dhënë unë? Kë situatë? Atë që ti je këtu. Cilën situatë? Ato që të bëri ti mbrëm darkë, që duhet të kthej situatën aty. Se ti kështu e ti e ai që del prime dhe qash, se këto me krevatin, se krevati e shkon dje zë krevatin. Ti e kjo, a kupton? Ti nuk sjell dot risi, nëse ti e kaq inteligjente, krijon situata, na krijon një situatë tjetër. O Krist inteligjenca, o Bibla Big Brother, krijon një situatë tjetër dhe ne të merrem me situatën tënde. Unë juve dhe unë e mbyll. Unë kam mbyll situatën, kam mbyll, kam marrë. Se u ka rënë të dyve fytyra. Situata që kanë të bëjë me mua, rihapen sa herë unë të dua. Edhe ashtu ndodhe. Pse zure krevatin më? Do hapni me gimbon. Me gimbon? A do arrini dot? Ç'po ke me gimbon ti? A do arrini dot? Ç'po ke me gimbon ti? A do arrini dot? Për çfarë? Me atë bisedën që keni bërë dhe u ka dëgjuar Angelo? Për kë? Bisedë. Për rastin e gimbos, ç'a do bëni me gimbon? Që kur erdhi dhe ktheu kurrizi. Kjo është çfarë e vërtet. Ndash me ditë. Fare. Hajde mendje, hajde. Po nëse ti e ke parë. Po ti e kaq inteligjent mos bëj prej provokimeve të Angelos. E atij që ka fituar Big Brotherin vjet me mua, mos harroj që ai është DJ dhe ka bërë shkollën nga ai. Çfarë thua, me vërtet, ëh? Po të pak lërat e tua të shpifura nuk i ndjek, s'kam për të ndjek kurrë. Shkollën. Ke studiuar nga ai. Ke marrë nga gjeste. Nga gjeste ja? Për shkaq, po mundesh më kallëzu në oficin që e bëjnë si gjeste. Pa e ke shok apo? Po shok, kam shok ngushtë. Po pra, as ti ka thënë 2-3 fjalë tuaj. Po çka kam studiuar mbi ti, kam çka po me gjeste. Dashim mos ta bëj sigur po të ofendohet. Po çka kam me gjatë e bëj gjeste. Të gjithë ne kemi marrë një shit atë që nuk e vlesën prime çfarë. Jo, më nuk jam të zonë, jam të bëj bisedë me të. Po kam që me ditë çka ngjojën me gjesten. Po më nej çka luajsonin si gjeste. Nuk po them atë. Nuk po them atë. Jo, atë nuk kupton, nuk po e thot. Atë nuk kupton, atë nuk po e thot. Drejt për drejt nuk flet, ky vjen me nën kuptime. Dhe je përgatitur për gjitha situatët që do të vinë. Jo. Këtë po them unë. Do të bëj konfuze. Çfarë bro? Nga. Çashtu që je i përgatitur edhe ti? Patjetër. Çashtu jemi të përgatitur krejt besoj apo? Ka pas një njerëz që ka fituar Big Brotherin dhe kem shok. Po. Bro. Asnjë nëse ka pas, ja Gimbo fati Gimbos. I vjen i nat Kristit kur i